U Këshin Hoti është unik. Për nga filozofia politike, ne nuk kemi një mendje tjetër të ngjajshme, jo vetëm Kosovë, po mbar kombin shqiptar që nga lufta e dytë botërore e këtej. Gimi ka menduar që U Këshin Hoti do të jetë prisi i luftës shqiptare, t'ju them të drejtën. Kjo është arsyeja pse Agimi bashkë me Gjafën edhe me Hafir Hoxhën janë nisë më herët. Më pas këta e bën edhe një plan për të sulmuar burgun e Dubrovës. Ashtu është. Dhe kur se kuptoj, pse nuk e sqarojnë këtë? Shokët që e kanë ditë. Pse nuk u arrit që të sulmoj burgu i Dubrovës dhe të nxirrej U Këshin Hoti? Nuk u arrit për shkak se ende, domethënë në rrugë sipër, në Tiranë, vetëm se serbët i kishin larguar këta të burgosur, domethënë i kishin zhvendosur nga burgu i Dubrovës. A e ditën serbët më herët? Është pyetja që më bren goxha shpesh. Këtë, domethënë këtë dilemë, se si serbët e morën vesh për t'i deportuar apo për t'i larguar nga burgu i Dubrovës, Agim Ramadani ja bën edhe ja paraqet edhe Istrefit. Pra e pyet se si ka mundësi. Po, se përputhen në mënyrë të çuditshme pak. Istrefi thot, këtu në Zvicër jam veç unë që e di këtë plan. E në rast se mendon që unë e kam thënë, mirë. Se thot Istrefi. Por, në rast se e ke ndonë me dikët tjetër atje, atër shih se atje mund tjetë dikush që e ka shpërndasi informacion. Këtë nga bisedat që i kam pasur me Ishtref Klinakun për të hyrë pak sa në temë. Çdo herë kam dashur që ta sqaroj. Do ta sqaroj Afrim Fazliu, si u vra, se ta kam pas takimete. Bariu, në të vërtetë fal. Bari Fazliu. Bariu ka qenë në Kosovë, sa e di unë, sa kam informacion. I caktuar që takoj me Agimin dhe bashkërisht të sulmonin në burgun e Dubrovës. Si rrëdhon informacionet nga? Kjo është shumë e rëndësishme për mua.